Digitalizimi i sistemi shëndetësor që ngërthen e vete edhe reforma strukturore dhe përpjekjet e përqendruara në sigurime shëndetësore që pritet të rrisin edhe cilësinë e shërbimeve, krahas sfidave të vazhdueshme për integrim, mbesin në fokus të prioriteteve të dikasterit të shëndetësisë për gjatë këtij viti. Tash nëse ne fillojmë këtë vit, realizojmë gjatë këtij muajit edhe leximin e parë, dytë në kuvend, i vendosim datën kur fillon. Fillon me pakon bazë. Pako bazë, cilat shërbime, ku lehtësohet qytetari. Ne kemi pa që pako bazën kujdesin parësor dhe furnizimin me bërë në listën jashtë spitalore, aty ku më shumë të ndikon në gjepin e qytetarëve. Dita botërore e shëndetit përmetej e gjen Kosovën edhe në përpjekje për të arritur bashkëpunimin ndërkombëtar. Një diskutim mbi financimin e sistemit shëndetësor dhe mbrojtjen financiare të qytetarëve të organizuar nga Shoqata e të drejtave të pacientëve dhe Institutin e Evropës Juglindore për politika shëndetësore dhe sociale vënë pa nevojën për reforma në sistemin shëndetësor. Sigurisht që implementimin e tërësisë i sigurimeve shëndetësore, sigurimet të detyrueshme shëndetësore do ta lehtësoj barrën financiare të qytetarëve në shërbimin shëndetësor. Nuk e këshandoj vetëm në kërkesën e popullatës të shërbimit shëndetësor jashtë vendit, mirë po edhe jashtë institucioneve publike, për shkak se kjo të dyja të shkaktojnë barrë financiare për qytetarin. Problemi esencial nuk është te sigurimet shëndetësore, dhe zbatimi i sigurimeve shëndetësore, por të vendosja marrëdhënieve cilësore kontraktuale me shërbimin spitalor klinik universitar të Kosovës. Reformat në shëndetësi pritet të ngrejnë cilësinë e shërbimeve dhe mirëpriten nga qytetarët. Në kohën e fundit shumë shpesh që po mirë, përgjithësi mirë. Më ka rënë shumë shpesh me ardh, edhe çikën e kam epilepsi. Veç shumë mirë më kanë trajtuar mua, sidomos si prind edhe vajzën. Dita botërore e shëndetit u shënua me thirrje për reforma konkrete në sistemin shëndetësor, duke vënë në pa nevojën për zbatim të sigurimeve shëndetësore dhe lehtësim të barrës financiare për qytetarët.